Ju dëgjuar bashkë të rrëfim mes lotësh të prindërve të Martinit dhe siç e kuptuam, dëshira e tyre e madhe është që të hapin një muze me rroba dhe gjesandet e Martinit dhe për këtë kanë edhe nevojën e donatorëve. Jam i bindur që do të gjejnë mbështetje dhe përkraje të mëdha. Në Kosova Live tani do ndrojmë pak atmosferë. Po pra, tani me neve në studio është bashkuar dhe kryeredaktori i këtij televizionit Arsim Lani. Arsim, mirë se vjen. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe, Arsim. Mirë se u gjeta, urime për emisionin. U gëzova shumë që e filluat dhe filluat shumë mirë, kështu që komplimente. Faleminderit shumë, Arsim. Faleminderit. Ne do të flasim për një qëndrim të Arsimit bashkë me edhe kolegë të tjerë në Hak, ke pasur vazhdimisht paraqitje direkte në frontal, po edhe në emisione të tjera. Ishte një konferencë, po në pika të shkurtra, çfarë karakterizoi këtë qëndrim, Arsim, atje? Përpara se të shkojmë te konferenca, do të më tregu rrugtimin e vështirë që ne si ekipi gazetare kemi përjetuar nga Prishtina deri në Hag, përmes Vjenës, Amsterdamit, më pas Amsterdam Hag. Dhe mendova sa e vështirë është për ata familjarë të cilët udhtojnë për të vizituar familjarët e tyre. Fillimisht rrugtimi i tyre drejt Hagës nuk bëhet me kënaqësi për shkak se i kanë familjarët e tyre brenda burgut, e më pas maltretimi që i bëhet gjatë udhëtimit. Madje është rruga më e shkurtër kjo përmes Vjenës, për shkak se nuk ka një aeroplan Prishtinë-Amsterdam, mirë po do ose përmes Vjenës ose përmes Gjermanisë, kështu që ky është rrugtimi më i shkurtër. Po që është një problematikë që unë kam përjetuar dhe kam pasur sa e vështirë është për familjarë, sidomos po flas atje i vizitojnë edhe prindët e tyre që i kanë vizituar, kanë pas madje edhe vështirësi të vizës. Është një kohë shumë e shkurtër, prej 40 minuta kur ti do ta lësh aeroplanin që gjen deri në Vjenë për me kap aeroplanin tjetër për Amsterdam. Ka ndodhur shumë, kanë humbur atë aeroplan dhe e kam pasur sa e vështirë është. As më tepër kur e ke parasysh për çfarë rrugtimi po nisesh. Me po familjarët e tij, të cilët ndodhen në paraburgim, pra bëhet një rrugtim gati 2000 kilometra larg për të takuar për një kohë shumë të shkurtër pra brenda Qelisë dhe qendrës të paraburgimit në Hak. Dhe e kam pasur sa unë kam përjetuar vetë, kam pasur sa vështirë është për ta kur e marrin atë rrugtim. Ajo se çka mua nuk më ka pëlqyer si gazetar dhe e kam raportuar edhe pas here është trajtimi si i bëhet shtetit e Kosovës nga institucioni i Republikës së Kosovës që janë dhomat e specializuara të Hagës. Ajda, asnjë simbol i shtetit, asnjë shenjë që identifikon që është institucioni i Republikës së Kosovës, ne e dimë arsyeën pse u vendos qendrat janë vendosur atje, domethënë dhomat janë vendosur atje, po fakti që ekziston në një shtet tjetër, kjo nuk kupton që mos më respektu simbolet, mos më respektu ligjet e Kosovës, mos më respektu ajo për çka ata thirrët për absolutisht, apo kupton, aq më tepër po flasim për Hagën, një vend bratë qenie të ndryshe edhe se vend i drejtësisë. Dhe në atë rast kemi një shkelje të ndryshme. Mos flasim për shkeljet që i bën pra atyre të cilët janë në qendrën e paraburgimit në Hagë, nuk kam intervistuar edhe jashtë të burgut, mirë po edhe kam pas kontakt me ta. Shkeljet, le të themi, të drejtave të njeriu që i bëhet të burgosurve aty, të paraburgosurve. Madje atje ekziston edhe një avokat i popullit, sikur ekziston, sepse atje është një mini Kosovë. Kemi gjykatë kushtetuese, kemi avokat popullit, kemi institucione të tjera drejtësisë, të cilat pra do dohet që të respektojnë dhe të kujdesen për mbarvajtjen e gjithçka që ndodh në dhomat e specializuara. Nuk ndodh. Avokati i popullit, unë kam kërkuar intervistë me to, madje kam qenë shumë kritik edhe në kërkesën që kam bërë për intervistë dhe kjo siç duket është arsyeja sepse mu ka refuzuar intervista. Gjërat elementare u shkelin para burgosurve atje. Mos flasim, ne kemi pasur her pas here kemi parë edhe reagime që kanë edhe të paraburgosurit, mënyrën se si trajtohen ata në seancën e gjyqit, ku kanë mundësi me pa njerëzit. Paramendo se si trajtohen ata në rrethana kur ne nuk i shohim. Në seancën gjykatore, janë që kanë reaguar për shkak se kanë thonë njerëz, kujdesni çysh jeni të na trajtu. Nuk ka pas asnjë reagim. A ka pas kujdes të madh ndaj gazetarëve ndoshta Arsim që ndoshta të mos i shohin këto problematika sepse do të adresohen siç po e adresojmë tash. Po, madje pikërisht kam përshtypjen, pikërisht për këtë arsye sepse kur kemi marrë një lejë për të shkuar atje dhe jemi përgatitur në shkuar vetëm për një numër i madh gazetarëve, kanë qenë edhe 3 seanca. Po. Dhe të trijat janë anuluar. Por ka qenë vetëm një seancë që u mbajt, nëse s'gaboj, të martën, më pas e mërkure, e premte kanë pasur më mbajt edhe 3 seanca tjera, janë anuluar, s'ka pas asnjë seancë, aty ne kishim pas mundësi me pa më shumë. Po, do të thotë që nuk keni pas mundësi me pa. Nuk i keni me pa për shkak se u anuluan seancat dhe nuk i. A mendon që kjo ka qenë e qëllimshme apo ashtu ka qenë? Mendoj që ka qenë e qëllimshme sepse edhe siç duket pak
nuk ju pëlqej prezenca e madhe të gazetarëve, jenë habit, madje ata kur ne kemi bërë kërkesë për një konferencë për shtyp, ata kishin planifikuar që kanë ardhur 2-3 gazetarë nga Kosova dhe kishin planifikuar një vend shumë ngushtë. Kur kemi shkuar ne gati 20 gazetarë, ata u çuditën. Edhe kërkuan në një ambient tjetër, po qasja nuk e ne kemi bërë, jo vetëm unë, kanë bërë kolegët e mi kërkesa për intervistë me krerët e aty në institucionet drejtësisë atje, janë refuzuar të gjitha. Madje është interesant, refuzimi u bë në mënyrën e njëjtë. Për shembull, unë kam kërkuar intervistë me Trëndafilovën dhe me avukatën e Publit, përgjigjja është e njëjtë. Na vjekes Trëndafilova nuk ndodhet në Hagë, më kanë thonë për këto. Çuditërisht e njëjtë arsye u përdor edhe për avukatën e Publit. Apo kupton? Nuk ju ka pëlqyer prezenca. Po, dhe llogarisën nga këto institucione në presin drejtësi. Që kjo është puna, apo kupton? Është më tepër kur ata flasin për drejtësi, edhe në atë konferencë për shtyp që e patëm. Apo kupton? Unë bile isha kritik edhe në konferencën për shtyp për shkak se aty flitej vetëm anglisht, nuk flitej shqip. Në institucionin e Republikës Kosovës, ku gjuha zyrtare e parë është gjuha shqipe. Të paktën a ditë kur kanë qenë gazetarë prej Kosovës është dashur mu përgatit. Ata e kanë ditë, ata edhe hiç pa shkuna. Ata duhet mi ditë sepse janë institucione e Republikës Kosovës. Gjuha shqipe është gjuha e parë zyrtare. S'ka gjuhë shqipe. Unë tregova neve na me pasaport u detyruar me him rana. Nëse se kisha pasaportin, mu nuk më lëshën me him. Ishte një detaj tjetër që e ke cek në lidhje direkte. Po, do shumë e habitshme. Edhe unë i thash atij pse, po kupton tha rregullon shtu. Ai objekt ka qenë strehimore, më duket sa ata qenë strehimore për pasrejt edhe u adaptuam pas për gjykat speciale, ndërkohë më larg një 15 minuta kohë deri te qendrat e paraburgimit, pra mbahen atje është një burg i përbashkët ku mbahen nga gjithë bota, jo vetëm nga Jugosllavia, po nga gjithë vendet e botës, madje kur kem atë ditë kishte një protestë për shkak se është arrestuar edhe ish presidenti i Filipinëve, për shkak disa edhe organizoshin protesta aty përpara gjykatës. Pra aty mbahen lider ose jo vetëm lider, po edhe njerëz të cilët supozohen që kanë kryer krime të ndryshme në vendet prej nga ata vende. Me siguri që pyetja e shikuesve në këtë moment është nëse kanë arrit ky ekip i gazetarëve me pas kontakt me krerët, që është e pa ashtu diskutohet, tu i pas parasysh këto probleme të tjera që kanë qenë. Nuk na mundsuan që ata kem. Realisht ne nuk bënëm kërkesë për me vizitu brenda ata, nuk besoj që kishën pas mundësi me vizitu. Mirë pa tu bashkë me ekipin tonë gazetarëve ka qenë kolege jonja, Arta Mustafa, e cila e ka migjen Calin. Po, edhe kemi një fotografi. Edhe është shumë interesant, unë kom bënë kronik për ta, mirë po nuk e kom shfaqë të gjitha atu, për shkak se ka qenë bëjgis si pamje shumë e ranë, dhe ti kur përballësh mes të qenurit gazetar dhe të qenurit qytetar, le të themi edhe patriot. Pse ja për shkak, po edhe njëri në radhë parë, për shkak se Arta është futur brenda, ka qëndruar 3 orë. Ata që kanë vizitu, e kanë përitu për me vizitu burgjet, jo vetëm në Hagë, po edhe në Kosovë, është shumë situatë e ranë, sepse ti përballë të burgosrit mundosh më përmbajt, mos më shfaq emocione dhe ngarkohesh emocionalisht. Edhe mandej shpërthen kur largohesh. Mandej shpërthen, dhe kështu ka ndodhur me Artën, madje Artës i kishte thonë Cali, migja e vet i kishte thonë kujdes, nuk duhet po ty të kojt. Edhe ajo Arta mundu më përmbajt. E tash kur ka dalë jashtë rrethojave, veç ka shpërthy. Bile është një moment nuk e dini se fotografia. Po, kemi 2 fotografi, njëra për tyre është. Besoj regjia të na ndihmoj tash. Është një moment kur unë afrohna sepse unë kisha planifikuar një intervistë mas së delbis, edhe afrohna dhe ajo nuk mundet më ndal të kojt. Edhe është një moment, po, është një moment kur ne kove për qafe, ishte forma e vetme për ta ngushëlluar, madje ky përqafim dhe ky moment emocionus ka zgjat shumë sepse ajo nuk më ke më po ke mund si familjar të vetin. Po, ty pas edhe familjar të largë edhe të e diqme. Po, më po ke mund si familjar të vetin, edhe unë e përqafova, i thash Arta, kjo është një sfidë që kam i kalu këta mrena, edhe u dasht, se më thonë, gjys ore, mu qetsu Arta për atyre emocioneve, e me pas për më dha intervizën. Pra, bile dikush që i kështë vizitu, më tha, uroj që dikush tjetë ofër Artës momentin kur delë, sepse ajo është momenti më i vështirë. Dhe fatmirësisht, unë edhe Albani, por edhe do kolegë tjerë, që ndruam ofër pak ja bom pak më tjetë, po ky është momenti shumë i rëndë. Me siguri edhe për Artën është raportimi më i vështirë që ka bu ndoshta një shumë e ka pas vështirë, shumë e ka, se tash ti je gazetar, ti dush me raportu me kanë korrekt në punën tonë. Po tash ti apo s'pëlqen ndonjë deklaratë që jo apo nga. Absolutisht. Po tash ti është problem, madje në konferencë për shtyp u folke edhe për Calin. Apo kupton, tash Arta është këtu prezant. Edhe situatë kështu po për Artën ishte një
vizitë e jashtëzakonshme faktin që arritet të takoj Migjen. Arsim gjatë konferencës, a keni qenë të lirë me bo pyetje? Jo, tash jo se mos të akuzoj shumë për shkak se ata, unë nuk po akuzoj zëdhënësat mirë, po mënyrën se si funksionon gjykata është. Për shembull, ne kemi pas drejt me dërgu pyetjet paraprakisht. Pra, i dërgon pyetjet, se më tha 30 më herët, edhe ajo ka shku në pyetjet, edhe ti ajo i lexon, eventualisht në ndërhyrje të vogël me mua, por megjithatë i kam shumë i kufizuar. Nuk më ka pëlqyer kjo për shkak se po flasim për një institucion drejtësisë që gjithçka do të më kon, ndoshta jo transparente 100%, mirë, po të paktën me na bind neve si gazetarë, me pas përmes neve qytetarë të Kosovës se kjo gjykatë funksionon në bazë të asaj se për cilën është edhe krijuar. As më tepër kur ka pas dyshime dhe ka pas dhe vazhdon të ketë dyshime se përket pavarësisë së gjyqtarëve të gjykatës speciale, qasja nuk më pëlqej. Edhe isha kritik edhe aty dhe thash më fal, a jem këtu në institucionet e Republikës Kosovës apo pse s'ka gjuhë shqipe këtu? Apo se kisha pak problem komunikimin e gjuhën angleze. E kemi edhe një fotografi tjetër. Po për tjerë, për dikon. E kemi edhe një fotografi tjetër gjatë raportimit tënd, një moment tjetër i veçantë që është kapur dhe besoj që do të na ndihmojë edhe regjia dhe na tregon. Po, është shumë interesant, madje nuk besoj që dikush ka pas rastin nga ky pozicion që do të shfaqet tash me xhiru. Është si gjithmonë ekskluzive. Po. Ka disa ekskluzive edhe për frontal, po. Po sigurisht, jo. Për frontal jam të përgatitur një reportazh kam e bë pikërisht atë rrugtimin që e kam bë. Për orës 17. E këtu është, unë jam bashkë me Albanin, kameramanin ton. Kjo është një qendra e paraburgimit pra Shveningenit, është një burger sigurisë lartë. Në këtë moment ku unë me Albanin jena nuk besoj që u kanë dikush tjetër. Është një rrugë që ne kemi zgjedhë, le të themi gati gjysmë ilegale. Jemi fut këto, janë do shkurë, do drojnë dhe këto shumë afër ne kemi, ndoshta prej këtu sot ekrani kemi murin e ndarës të burgut me pjesën tjetër. Mirë, po ne jemi ngritur, ka qenë një tip si garazh, një objekt i braktisën, kuptimin që ne nuk lëviz kërkush veç na lëvizëm. Edhe po, që këto po shkruaj më gjatë. Tash aty në pjesë aty është muri. Dhe ne prej këtujt kemi arritur me po brendin e burgut. Bile nëse ne nuk e kena ditë sakt kur është koha e shëtitjes, nëse kishin koha e shëtitjes në qëtë kohë kur ne kemi qenë të gjiru, ne kemi pas mundësi me i po prokurorët të lartë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës duke u shëtitur. Qëndrum gjatë, shpresonim që do ta kemi fatin me i po, bile planifikojshëm Albanë dhe me i thirë me zonë, apo këtën me kështu, nuk duhet. Gjithë kjo sakrificë mi taku, pa tjetër. Po, pa tjetër. Shiko, është krejto kena më bëllë për shikuse, sepse kishëm qemi shfaqë, apo kuptan, pomje nga kështu, nuk i pom, e pom brendin, bile patëm frikë që ndoshta eventualisht mos në kanë vëzhgu dhe mund të marrë materialin. Prandaj ndoshta me të pytë, mos po pret në Prita po ju, ne nuk banëm shkelin, a ishëm jashtë rëthuja, mirë po arretu me gjiru dhe më da brendin e burgut që nuk është fojë është si tyne, pëse ata nuk e sigurojnë burgun për. Po besoj që është edhe një interes të publikut, se për një mej kemi pa vetëm ato konferencat edhe kur se dim bashkë që shdo këtë mranda. Unë kom pas rastin me i vizitu branda ma heret kam qenë, edhe është shumë interesant, bile kam qenë me vladën tem besimin edhe ajde është shumë shtirë, dhe më thonë, kur te nisesh me shku me vizitu dikon, edhe për i thamë vladën tem, thash, para më do kur vinë familjarët këtu dhe që shkuj me vizitu. Janë se me thonë 7 dryna, dhe sa të shkësht e me i taku ata. Dhe mënyrët, a i rrugtimi jëtë, kontroluash, largun krejtë senet që i ki. E kryin kontrolën e parë, vazhdojnë kontrola e dytë, një diçka tjetër, zdi që ka nevoj me të kontrolu. Më pas të qojnë, të vendosin në një, që me thonë, një objekt aty, edhe thojnë pret këtu. Objekti është shumë i ftoftë, shumë i jera, diqysh të hep një farë një gjësit keqe. Me pas shkon përmes një obore, e me pas i nështrosh edhe 2 kontrollat tjera për me hi aty. Dhe më paramendo, une që thjesht nuk i kam familjar, kam pas rasin me njoftë në cilësin e gazetarit, dhe për mu kesh e ranë. Paramendo për familjar, për shambull, kemë parasysh prendrit atyri që kanë shku, i kanë vizitu, ose fëmijë atyri që shkujnë dhe vizitojnë, dhe i nështrojnë gjithë ti kontroli, edhe shep babën e vetë që e ka pas dhe vazhdo të ketë idol heru, e shena gjendje është pak e vështirë, po kur shkën mrena është një ambient tjetër, tani kur futesht aty është kështu. E natyrë ju mjafton veç mi taku ata, kështu që po besoj që... Ndonë se ta që kanë shtrëngu masë, dhe më thonë jo gjithë kush ka drejt me vizitu, dhe jo gjithë qysh ki drejt me najt me ta. Për para përshamë kur kom shkuane, unë kom marrë lejme me i taku krejt, edhe i kom taku krejt, mirë po mrena një ore përshamë kom pas mundësimi taku se cilë për shkak se kish lëvizje.
Tash ju, për shkak shkon te banë kërkesë me A është takueshëm, kjo për shkak që është si proces i fundit i jo, vendimarrjes ka apo? pas, jo, është konsideruar që janë keq përdor pak çto vizita, apo kupton për çata dhe i kanë ndaluar. Arsim pjesën tjetër, po e lëm për frontal, ne Po, po gjithsesi. falenderojmë sot që ishe në Kosova Live, edhe do të shihemi raste tjera besoj. Na jena këtu bashkë, unë edhe një herë Patjetër ju që po. komplimentoj edhe uroj për emisionin. Filloi gjithçka mirë, kështu që një fillim i mirë, bona një posim. Po, faleminderit shumë për programin edhe ty, për t'ju natyrisht. uruar, për t'ju komplimentuar dhe për t'ju ndihmuar. Faleminderit shumë Arsen. Faleminderit shumë.